Armando Tungun, ish futbollistin kampion të Vllaznis, por edhe ish trajnerin kampion me disa skuadra. Aktualisht antar i Komitetit Ekzekutiv në FSHF. Por Armando, kjo intervistë është pikërisht për ndeshjet finale të superiores, pikërisht për Vllaznin, e cila luan të shtunën një ndeshje tepër delikate dhe ndoshta tepër të rëndësishme për faktet të titullit kampion me Egnatian. Si e shikon këtë përballje një skuadre e cila është kampione në fuqi? Thëmë drejtën, shoh si një ndeshje vendimtare, nëse më them kështu. Pavarësisht se është edhe një ndeshje tjetër mbrapa, e cila do të jetë me Elbasanin, por është shumë e rëndësishme për faktin se Vllaznia tashmë ndeshjen e parë nuk bani atë paraqitet e cilët gjithë pritshim paktën. Me një hupje do të thotë që shpresat e Vllaznis falë edhe rezultatit e Egnatias me Elbasanin i dhanë një mundësi për të futur përsëri në lojë. Dhe për këtë arsye them që është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe shumë vendimtare për Vllaznin. Që uroj që të jetë në ditën e mirë dhe të bajnë prezenca të tjera, sepse të jemi sinqert, javët e fundit nuk ka kanë ata nivelet e cilit janë mësuar me pa këtë Vllaznin këtë sezon. Por shpresojmë futbolli i tillë është, ka ulje ngritjet e saj, shpresojmë që të kenë ulja fundit dhe të vazhdojnë ngritjen tash. Mendoni që humbja me Dinamon e ka ulur paksa dhe moralin e skuadrës? Është e vërtet, janë situatat e cilet normalisht nuk ndikojnë pozitivisht në ambientin sportiv, në përgjithësi. Kur flas për ambientin sportiv do të thotë edhe në tifozërinë, në atmosferën e qytetit, por kjo atmosferë patjetër që në një farë mënyrë sado hermetik të jesh, patjetër që gjen një vrim për të depërtuar tek ekipi dhe të sportistat. Por unë mendoj që kanë të bëjë me lojtarë cilësor, lojtarë profesionistë që kanë edhe eksperiencën e duhur prej vitesh. Ka edhe për atyre që i kanë dalë kampion, pra do të thotë di që si delet kampion, nuk e kanë problem sa i përket presionit të kësaj garet, por shpresojmë që të menaxhohet në mënyrën e duhur dhe unë do ta quajsha ndoshta ndeshjen e sezonit. Për çdo sportist, nëse dojnë për të dalë kampion, nëse dojnë për të bërë maksimumin, besoj se kjo ndeshje është decisive për mendimin tim. Në fakt pritej Vllaznia Elbasan në një farë mënyrë ajo finalja e madhe, por në skenë tashmë doli Vllaznia Egnatia për shumë faktor. Fitoria Egnatias, them drejtën, ishte fitore që unë ndjeka ndeshjen krejtësisht, ishte dominume në të çdo aspektet një komponentit futbollistik. Për çudi një Elbasan krejtësisht i çthurën, i pa vendosën mirë, pa shpirtin e duhur, pa luftën, nuk e di gjithsesi Egnatia bën një prezencë që duhet të thojmë fjalë shumë pozitive. Një Egnatia e cila deri në këtë ndeshje pothuajse kishte prej shumë javë që i kishte fik motorrat, nëse më them kështu. Po që se në të ndeshje u ndezën motorrat për të mirë të Egnatias, por sidomos për të mirë Vllaznis. Pozitive në këtë aspekt është edhe fakti sepse edhe në kampin Kuçiblu shprehen optimist sepse fati i Vllaznis është në duart e saj. Patjetër. Që do thotë që me 2 fitore radhazi ndaj Egnatios dhe Elbasanit titulli vjen shkodër. Pra nuk pret ndoshta ndeshjet e tjera, po e ka vetë në dorë fatin. Varet, është e vërtet, varet se si mund të shkojnë edhe ndeshjet tjera, nuk mund të thojmë, po e fitoj patjetër Vllaznia 2 ndeshje është automatikisht e dalën, por nuk duhet mutena, besoj duhet shohim ndeshjen e rrallë që është e para me Egnatian që duhet kry, pastaj duhet flasim për ndeshjen e dytë fundit me Elbasanin. Është shumë e rëndësishme të fitojmë ndeshjen e parë, mandej gjanët besoj të flasin edhe më pozitivisht për Vllaznin, si në aspektin psikologjik, ashtu edhe në atë besojnë edhe në rendimentin fushën e lojës. Shumë komente për këtë vendimin e fundit Federatës për ndryshimin, nëse do të ketë vendosje, nëse do të ketë rezultate që ndikojnë për ndeshjen e fundit, e shikoni pozitive? Unë mendoj që është një vendim i mirë, vendim i duhur, sepse varet ndeshjet janë pothuajse, po të 3 ekipet janë me pikë të barabarta dhe mund të ndodhen një ngerësh të cilët nuk duhet të ndodhen. Kjo është edhe arsyeja për cilën na bën ky vendim. Pra një vendim i tillë merret pikërisht për t'i dhënë transparencë dhe për të eliminuar çdo mundësi të Eksakt, për të dhënë transparencë, për të dhënë hakun çdo secilit dhe le të fitojnë atë që e meriton, patjetër. Dhe së fundi për tifozerin, ishte me të vërtetë shumë entuziaste në ndeshjen me Dinamon, e mbushën stadiumin, mbushën sheshin përpara stadiumit,
E mendoni që duhet të jetë e tillë edhe të shtunë ndaj Ignatias? Unë i gjenerosin edhe pse jam ndoshta larg për këtë moment të kanonit afër futbollit, unë afër jam, po flas në rolin e trajnerit, por duhet i falenderoj me zemër tifozërinë e Shkodrës. Për gjithë ata që kanë bërë jo vetëm këtë periudhë, por në vite ka pasur edhe momente që i Vllaznia ka vujt dhe ka vujt shumë, edhe tifozëria ka qenë gjithmonë e pranishme dhe gjithmonë dashamirëse, gjithmonë e interesuar për Vllaznin. As më tepër tash do t'i bëj thirrje në këtë situatë, në këtë fazë që ndodhet Vllaznia, ku janë vetëm 2 ndeshje për të shpallur kampion. Besoj dhe duhet patjetër që të kenë shteti pavarësisht në një zhgënjimit rrugë, sepse edhe ata janë pjesë e lojës futbollit. Por duhet ta mbështesim si Shkodran, duhet ta mbështesim si një mundësi për të ardhur tashmë Kupa 10 në Shkodër që na mungon prej shumë vitesh, që uroj që i të jenë sa më shumë numër dhe shpresoj edhe që mos i zhgënjejmë patjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju.